Në bazë kontratave dhe marrëveshjeve që i kemi me kompaninë ndërkombëtare, ne kemi kapacitet dhe mundësi punësimit mbi 20 punëtorë, ndoshta edhe 30, edhe pagat domethënë te na dhe kushtet e punës janë një ndër kushtet më të mira që mund të pas në kompani. Pagat fillestare mund me fillu prej 1.000 euro, mirë po ka me pas paga varet prej mundësisë dhe aftësisë të një punëtori, performancës që tregon një punëtor 1.200, 1.300, po paga këtu ka edhe deri në 2.000-2.500 euro. Po bëhet fjalë për kompaninë Eurometal që me lokacion është në komunë të Ferizajt. Pra, për të arritur përmbushjen e kërkesave dhe nevojave, kompania Eurometal ka krijuar edhe Akademinë, një institucion arsimor që profilizon kuadra në fushën e saldimit. Ne jemi orientuar në prodhim, mirë po kur nuk kena mujtë me gjetën punëtor që mundet me i kry shërbimet në nivelin e duhur. Edhe nga kjo, do me thonë, jemi motivuar se jemi shtyr që të hapëm një akademi, do me thonë, për përgatitjen e salduzve, të certifikuar, të cila certifikata ndihen ndërkombëtarisht. Musliu thot se aktualisht kanë mbi 95 punëtorë, puna e të cilëve kryesisht eksportohet jashtë Kosovës. Kështu që tani kemi dikun të 95 punëtorë, edhe eksportojmë dikun mbi 80% në tregun evropian, mirë po edhe me zero. Ka është përqindje eksportit? Dikun mbi 80% është përqindje eksportit në tregun evropian. Mirë po, prodhimet tona kanë shku deri në Japoni. Ai me mburrje thot se produktet e dala nga Eurometali janë të kualitetit më të lartë se shumica e produkteve të ngjashme që dalin nga shtetet e Evropës. Në Eurometal, nga dita e parë punojnë 2 punëtorë dhe më tutje. Për këtë, themeluesi i saj tregon se çfarë kushtesh kanë punëtorët që punojnë aty. Sigurimet shëndetësore, sigurimet aksidentale, shujtja, pushimet, gjitha këto do me thonë janë si kushte që Eurometali i ofron për çdo punëtor. Vlera e kësaj kompanie që nisi me 3 punëtorë, tash është e paimagjinueshme për kohën kur ishte nisur. Po, besoj që vlera Eurometali të kalon mbi 10 milion euro, për momentin, besoj kena fillu na me zero, mirë po që kjo arritje është bo me punë, me ndjerës, edhe me sinceritet, edhe me korrektësi. Por cila është historia e themelimit të kësaj fabrike? I përndjekur nga regjimi serbën në protestat e 81-s, Njazi Musliu detyrua të lëshonte Kosovën, por me një ëndër, të kthehej prapë nga Zvicra. Për shkak që isha dhe inkuadruar në protestat demonstratat e vitit 1981, mua më dashur më larguan prej Kosovës, se isha në ato xhirimet e policisë regjimit serb, edhe më kërkonin edhe lëviza shkova për Zvicër. Kam 3 fëmijë, një vajzë dhe 2 djem, të tret tani jetojnë në Kosovë dhe punojnë në kompaninë tonë. Kështu që brenga ime ka qenë gjithmonë që fëmija e me të flasin shqip, të mësojnë shqip, edhe nanës të thonë nanë e jo mamë ose një shprehje tjetër që përdorin gjermanët. Rruga deri te kthimi në Kosovë ishte e vështirë. E kthimi edhe më i vështirë pasi që me familje u kthye në vitin 97, kohë kur Kosova vetë ishte në vatër lufte. Fillimisht, do me thonë, kur kam shku atje, kam punuar me një restorant si, do me thonë, Erë Lans, do me thonë, kam la erë, po kam la erë me një kuzhinë, pastaj gradualisht me integrimin tim, do me thonë, në shoqërinë në Zvicranë, kam kaluar si kamarier, kam filluar shumë shpejt të mësoj gjuhën gjermane, se aty ku kam shku për herë të parë, është folë gjuha gjermane, do me thonë, është pjesë gjermane forse e Zvicrës, gjithësisht në kantonin e Solotunit Bernin dikon 30 km, edhe pastaj gradualisht, do me thonë me integrimin me punë time suksesshme në Zvicër, do me thonë ka mujtë me punuan edhe në drejtime tjera, si operatori macina në Zvicër, Metallic Dance. Dikur u kthye me familje në kohën kur shumë kush po ikte, Njazi Musliu ka një mesazh për të gjithë të rinjtë e vendit. Një pagë në Kosovë tani për tani që zbesoj që ka pagë më të vogël se 700 euro dhe 1000 euro, janë më të mëdha se sa një 2500-3000 euro në Evropë. Edhe me 700 euro në Kosovë jetohet mirë, nuk jetohet në një luks të madh, mirë po jetohet mirë dhe shëndetshëm.